Diskutim, një nga figurat më të njohura dhe të dashura të kinematografisë shqiptare, po flasim për Robert Ndrenikën. Me 10 role në kinema dhe teatr, mbajnë emrin e tij, por tashmë në moshë të thyer, duket se aktori i njohur po kalon sfida që janë shumë të vështira për një prind, sigurisht kur në diskutim është fëmia e tij. Vajza e aktorit të madh, Diana Ndrenika, ka bërë një postim në rrjetet sociale ku ka treguar tronditin që ka përjetuar nga ajo çka i ka ndodhur. Ajo shkroi në rrjetet sociale: "Më kanë hyrë në shtëpi dhe më kanë vjedhur sendet personale, dokumenta dhe objekte që për mua janë shumë të rëndësishme, sepse kanë një vlerë shpirtërore." Shkoj në komisariatin numër 3 dhe bëj një denoncim. Aty më premtuan se do të fillonin një hetim penal duke dërguar ekspert të prokurorisë. Por, për habin time, po atë pasdite në shtëpinë time, erdhën 2 policë me makinën e urgjencës dhe më shoqëruan për në spitalin numër 5 në Tiranë, në shkelje të plotë të ligjit dhe në mos respektim të dakordësisë së kryer me oficerin e policisë gjyqësore të komisariatit 3. Telefoni në spital nuk mu lejua 10 ditë dhe këtu unë po mbahem jashtë dëshirës time. Këtë padrejtësi që më është bërë, po e bëj publike në rrjetin tim social, përfundon shkrimin vajza e aktorit Robert Ndrenika.